Ndëgjoj shumë që thonë që me paqe. Asnjë luftë nuk është fituar me paqe. Që fitohet lufta e Edi Ramës duhet derdhur gjak pa e tepruar. Në 90-ën kur ndolën studentët, qëra diktatura, u deshën që të derdhësh gjak. Në 97-ën e njëjta gjë. Vërtet është fjalë e rëndë, është fjalë e keqe, është fjalë që nuk duhet dëgjuar. Dalim aty në mes qytetit, bërtasim, edhe do t'ja di ai, kokleshi ai që i është bërë qafa si qaf derri. Del aty, tallet, bëhet, na ofendon, na bërtet, na thot atë nanën tate, jo, janë fjalë shumë të rënda. Po t'i them unë këtu mua ma presin direkt kanalin. Dhe ju lutem shpërndajni videot e mia. Nuk jam lakmatar, nuk dua që të tregoj që jo, thjesht se fjalët e mia nuk pëlqejnë shumë në qeveri. Dhe kam marrë shumë kërcënime, ta dini.